أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد Allahun azza wa jalla falenderojmë, salavatet dhe selamet Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam ja dërgojmë. Të nderuar vëllezër dhe motra, sot do të përqendrohemi të flasim diçka për vlerën e namazit. A e ndjejmë namazin në zemrat tona? Dhe këtë ndjejmë, a e ndjejmë me të vërtet me shpirtin ton, me mendjen ton, me trupin ton, dhe njëkohësisht do të mundohemi të vetëdijsojmë se kjo ndjenjë apo ndikon në jetën ton, apo reflekton në vetveten ton, apo reflekton në disponimin ton, apo reflekton në shtëpiat tona, në familjet tona, në shoqërinë ton, gjë e cila është me do e mos të ndalemi dhe të e bëjmë një analizë me vetveten tonë për hir të Allahut azza wa jalla. Dhe këtyre pyetjeve të mundohemi secili prej nesh vetvetes t'ia jep përgjigjet. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam për rëndësinë, për vlerën dhe për rolin e namazit në jetën e tij flet vetë fakti që ai kishte tradit që gjithnjë kur ndjente ndonjë breng, ndonjë shqetësim, ndonjë lodhje, ndonjë raskapitje e cila i ka jeta e zakonshme dhe përditshmëria e njeriut. Presionet e njeriut janë të dimensioneve të ndryshme dhe të rrethonave të ndryshme. Andaj ky Zot i Madh na e bën me dije dhe na thot inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Me të vërtet Allahu besimtarëve u obligoi namazet në kohrat e veta. Zoti i Madh na e ka bën me dije dhe ne ka obliguar që të falim namazin e sabat pikërisht në errësirën e mëngjesit. Në atë kohë të freskët, të bukur e të begatshme që e ndjen vetëm ai që zgjohet të fal namazin e sabat. E pastaj Zoti i Madh na ka bën me dije që kur të mbrihet dielli në zenit, kur të mbrihet kulminacioni i drekës mesditës, që të ndalemi e të bëjmë një pushim dhe një lidhje të freskët të ripërtrisim me Allahun e Madh. Dhe kjo ndikon në mendjen tonë, në disponimin tonë, në psikën tonë, madje edhe në përditësimin e raportit tonë me Allahun azza wa jall. Dhe kështu me radhë. Dhe gjithë kjo tregon se robi është më së i nevojshëm që të jetë i lidhur gjatë jetës së tij, gjatë ditës së tij, gjatë mbrëmjes së tij, madje edhe gjatë mëngjesit të tij, të jetë i lidhur me namazin e tij. Allahu i Madh, i cili ka kriju qejt dhe tokën, i cili ka kriju edhe njerëzit, ky Zot i Madh më së miri i njeh njerëzit. Dhe Allahu i Madh në atë formë dhe ka sistematizuar jetën e njeriut, krahas stacioneve, materiale që ai duhet të ndalet dhe të angazhohet gjatë ditës së tij, Allahu azza wa jall i ka përcaktuar kohra të caktuara që do të jenë stacione shpirtërore për qetësimin e shpirtit të tij dhe mendjes së tij. Andaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur donte që t'i thot Bilalit radiallahu anhu që ta thret ezanin, nuk i thonte o Bilal shko thirr ezanin, i thonte me një version krejtësisht ndryshe. I thonte ja Bilal arihna bis salat. I thonte o Bilal shko thirr ezanin dhe na qetëso me namaz. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ndjente shqetësim, po ai pikërisht ky burr i madh, ky njeri kaq i qetë, përsëri gjatë ditës, gjatë mbrëmjes apo mëngjesit ndjente nevojën për një qetësim. Dhe i thonë të Bilalit, o Bilal, shko thirr ezanin që të na qetësoje. Dhe pikërisht këtu duhet të jetë stacioni jon ku duhet të ndalemi e të pyesim vetveten, na kur hyjmë në namaz apo qetësohemi? Na thirrjem për ezan, a e perceptojmë si një thirrje për qetësim, për pastrim, për vetëdijsim, për përmirësim, apo Zot na ruaj dhe ashtu mos na ndodh asnjëherë që thjesht ezani na është bën një rutinë, na është bën një përditshmëri, na është bën diçka e zakonshme që na është mësu veshi ynë që të ndëgjon një thirrje të tillë, por edhe kjo thirrje e cila prej fillimit fillon me emrin më të madh të Allahut azza wa jall, Allahu Akbar. Allahu azza wa jall na e bën me dije dhe na thot innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum. Besimtarët janë ata të cilët kur e ndëgjojnë emrin e Allahut azza wa jall dhe kur e përmendin Allahun azza wa jall, atyre ju rënqethet zemra,
atyre ju rrotullohet zemra, prej ka e keqja, ka e mira, prej ka shqetësimi në qetësim, prej në nervoz në paqë, në rahati, në begati dhe kështu me radhë. Dhe besimtarët janë të tillë që kur ndëgjojnë emrin e Allahut Azza wa Jall, e që Allahu kur përmendet pa më parasysh se me cilat emra ti të bukura e të mëdha ai Zot i madh përmendet, kjo përmendje Allahut Azza wa Jall e gjalloron zemrën e besimtarit. Thonë dietarët, e gjalloron zemrën e besimtarit duke u rikthyer ajo zemër prej të keqes në të mirë, prej depresionit në lumturi, prej mëkatit në adhurim, prej të keqes ka ajo që është e mbara, prej hakmarrjes në falje. Ky është besimtari i cili me të vërtetë ndëgjon ezanin, i cili me të vërtetë e fal namazin. A Muhamedi sallallahu alaihi wasallam jo rastisht i thonte e Bilalit radhiyallahu anhu, "Erihna bis salah." Shko thirrë ezanin që të na qetësojsh me namaz, që të pushojmë me namaz. Ar-raha në gjuhën arabe do të thotë pushim. Shko thirrë ezanin që të pushojmë namaz. A namaz nga ana tjetër kur të ndalesh dhe të e analizosh namazin nuk është ulje dhe ndeje. Namazi ka lëvizjet e veta, e ka tekbirin e vet, e ka rukun, e ka sejdën, e ka kiamin, që vetë brenda asaj ka disa lëvizje të caktuara që ta bën me dije se këto lëvizje fizike kur të lidhet me një dimension shpirtënor me Allahun Azza wa Jall, sjellin tek besimtari qetësi, rahati, paqe. Andaj tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ju'ilat qurratu 'aini fi s-salah." Tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, dhe më është bë qetësia e shpirtit tim, e syrit tim, dhe kënaqësia e bebzës së syrit tim është bë në faljen e namazit. Vallahi, nëse na jemi besimtar, që e falim namazin si rutinë, atëherë se kemi kuptuar vlerën dhe peshën dhe rolin e namazit që duhet të e ketë në jetën tonë. Nëse na, si besimtar, hymë në namaz dhe dalim ashtu si që kemi hy, atëherë me të vërtetë, namazi jonë është vetëm një rutinë dhe përditshmëri e cila ka humbur sensin dhe pointën e vet. Nëse çdo namaz që hymë e falim nuk na bën neve ky namaz më të mirë se ajo që kemi qenë, atëherë namazi pak ka reflektuar dhe ka ndikuar në mendjet tona, në shpirtin tonë, në zemërbardhësinë tonë, në qetësinë tonë, në faljen tonë, në zemërmadhësinë tonë, në gjymërthllukun tonë. Gjitha këto reflektime duhet që të i thithim dhe i marrim nga falja e këtij adhurimit të madh. I vetmi adhurim që Allahu madje ja obligoi njerëzimit mbi 7 katë qej është pikërisht namazi. Gjitha adhurimet tjera Allahu i obligoi në tokë. Por për me tregu atë dimensionin shpirtëror dhe të lartë që e ka namazi, Allahu Azza wa Jalla e mori në udhëtimin e tij në Isra dhe Miraj Muhammedin sallallahu alaihi wasallam vetëm për t'ia obliguar namazin. Me të tregu se namazi ka një dimension jashtë dimensionit toksor që na e njohim dhe dim. Se namazi e ka një dimension të lartë, shpirtënor, hynor. Andaj edhe u obliguam mbi 7 kaçe. E që namazi nuk është vetëm një rutinë toksore, sikurse shumë gjëra tjera që na i kemi rutinizuar. Namazi vetiu na e bën me dije se është diçka qiellore dhe e madhe, që neve duhet të na bën njerëz të dashur në qiell dhe njerëz të mëdhenj në tokë dhe tek banorët e qiellit. A na ka shkuar ndonjëherë në mend të ndalemi dhe të analizojmë këtë lidhshmëri hynore madhore që Allahu e kalon në namaz? Fatkeqësia më e madhe dhe bringa më e madhe e ummetit është shkaku i faktit që hyn e falin namazin nuk e dinë se namaz e kanë falë drekën e ikindin. E falin namaz nuk ka të vetëdijshëm, a e falën 10 rekate, a 4 rekate, a 8 rekate, a e falën farzin, a e falën sunnetin. Harrojnë se namazi pikërisht fillon me tekbirin fillestar Allahu Akbar, që ta bën me dije se gjithë dunjos i thash rim brapa, tani drejtohem unë me gjymtyrët e mia, me fytyrën time, me zemrën time, me qenjën time, i drejtohem Allahut të madh. Dhe se dunjoja ma nuk ka vlerë, prej momentin që unë i thash Allahut të madh, Allahu Akbar, ti je më i madhe. Si mund të thot një besimtar se Allahu është më i madhe e nga ana tjetër në mendjen e tij, në zemrën e tij, ti sillen gjëra të ulta të kësaj dunjoje. Zot na ruaj të shkon edhe mendja për ka e keqja dhe shejtani t'ia përkujton të këqijat që ndodhen gjatë
ardhes së tij në xhami e të ja përkujton edhe formën dhe mënyrën e hakmarrjes që duhet të ja bën. Si mundet një besimtar të jetë namazdi e të falet e të mos e donë Allahun azza wa jalla dërgumin e tij e fjala për rizat Zotit e për hir të Allahut fare të mos ndikon në zemrën e tij. Është e çuditshme kjo. Dhe shpeshherë njerëzit edhe ata që falen 5 vakt namaz, do njerëz thonë apo unë fali 5 vakt namaz dhe nuk janë të vetëdijshëm se pse ndodhin dhe pse ata e ndjejnë atë ngurtësi në zemrën e tyre dhe pyesin o hoxha edhe 5 vakt namaz i fale edhe ndjej një ngurtësi në zemrën time dhe e fali namazin pa e shiju dhe pa u kënaqur me të. I themi pikërisht nga ky perceptim dhe nga kjo qasje jon e gabuar ndaj namazit fillon dhe vjen kjo ngurtësi e cila nuk na jep kënaqësinë reale të namazit. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në jetën e tij shumë herë kalon dhe ka braktisë shumë gjëra dhe na kalon shumë arsye për të braktisë shumë adhurime tjera përveç të namazit. Përveç të namazit. Është fal i lodhën, është fal i ri, është fal plak, është fal në rrugtim, është fal në qiell. Është fal në tokë, është fal në dete. Me na e bë me dije se ky adhurim duhet të jetë pjesë përbërëse e jetës tonë. Ashtu siç na e ndjejmë pjesë përbërëse të jetës tonë, frymëmarrjen, nevojën tonë për oksigjen, nevojën tonë për karbon dioksidin me largu nga trupi jon, llogaritë se namazi është oksigjeni yt dhe me namazin i nxjerr toksinat shpirtërore të zemrës tënde. Dhe kjo duhet të reflekton. Reflektimi është në këtë formë. Thot Allahu azza wa jall, inna salata tanha anil fahsha. Thot me të vërtet namazi të largon nga e keqja, të largon nga ajo që është e amoralshme, të largon nga çdo gjë me të cilën ti si i kënaqur dikush me ta bëu ty, edhe ti si ja bën të tërkujt. Të largon nga çdo e keqe me të cilën s'është i kënaqur Allahu azza wa jall. Dhe namazi ta ndryshon mendjen tënde, ta ndryshon fytyrën tënde, ta ndryshon edhe ngjyrën e lëkurës tënde, ta jep një nur, një dritë, një reflektim, ta ndryshon edhe qasjen tënde ndaj dukurive të mira dhe pozitive, ta ndryshon edhe qasjen tënde ndaj dukurive negative të këqija që i ka shoqëria jonë. Ta ndryshon qasjen tënde me mëkatarin, ta ndryshon qasjen tënde me gabimtarin, ta ndryshon qasjen tënde dhe me atë që gabon ndaj teje, të bën zemërgjor, falës dhe ta ndalon që të bësh një rob, një besimtar namazfalës, nga ana tjetër hakmarrës, keqbërës dhe kështu me radhë. Namazi i cili me të vërtet falet me ato tipare dhe fjala Allah me të vërtet kur të flejë në zemrën tonë, ajo reflekton. Reflektimi kryesor është që robi të largohet nga çdo e keqe që e ka cilësu si të keqe Allahu azza wa jall apo Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, apo nga çdo e keqe me cilën të keqe njerëzit e tjerë nuk e pëlqejnë. Dhe te nuk e pëlqen edhe për vetveten tënde. Andaj, të respektuar shikues, le të na shërben kjo në këtë muaj të bekuar, ku na bëhen bashk kajmaqet e adhurimeve, na bëhet bashk namazi dhe ja bashkangjitjen namazit edhe një adhurim tjetër shpirtëror me një dimenzion jashtëzakonisht të mrekullueshëm, që këto adhurime të reflektojnë tek ne, të sjellin përmirësim, korrigjim, zemërbutësi, zemërballësi, buzëqeshje, harmoni në familjet tona, në rrugët tona, në xhamiat tona, në vendet ku na punojmë. Dhe nëse deri më tani një gjë të tillë se kemi provu dhe se kemi shiju, tani e kemi shansën në këtë muaj të bekuar që të mobilizohemi e të shijojmë këtë moment të mrekullueshëm e të fascinueshëm hynor në zemrat tona, atjeni të bindur, ai që një herë ka shiju këtë kënaqësi dhe këtë ëmbëlsirë në zemrën e tij, nuk mund të ndahet më asnjëherë derisa ai frymon mbi rruzën toksor. Zotin e Madh, lutim që gjithëve neve të na bën të tillë e të na mundson që të shijojmë adhurimet tona e të shijojmë të mirat dhe veprat që i bëjmë vetëm e vetëm për hir të Allahut azza wa jall, e që Zotin e Madh lutim për fond Allahu çdo adhurim me të cilën adhurim Allahut të Madh i drejtohemi, Allahu të na e pranon e të na shpërblen. Zoti ju bekoft, walhamdulillahi rabbil alamin.